Sot përzirja e ekzekutivit në prokurori është që të mos veprojë prokuroria. E ne do t'ja heqim këtë. Pra ne jemi të interesuar që kryeministri i Jashtëm i Republikës Kosovës t'i friksohet krye prokurorit edhe televizionit publik. Dhe njëkohësisht bëhet fjalë për një prokuror i cili asnjë rast nuk e ka të fituar në gjykatë. Sa ishte në opozit akuzonte prokurorët e gjyqtarët si të kapur të shtetit, por kur vendos në udhëheqje të shtetit më pas, i akuzonte si të vonuar, si personalitete që nuk marrin vendime, karshi realitetit e që sipas tij punojnë kundër vetvendosjes. Madje sa ishte në opozit kur ti deklaronte se ekzekutivi, pra qeveria, po përzihej në prokurori. Sot përzirja e ekzekutivit në prokurori është që të mos veprojë prokuroria. E ne do t'ja heqim këtë. Pra ne jemi të interesuar që kryeministri i Jashtëm i Republikës Kosovës t'i friksohet krye prokurorit edhe televizionit publik. Sot, diçka e ngjashme duket se po ndodh nga vetë partia që drejton thuajse çdo institucion të mundshëm në vend. Kjo pasi presidentja në detyrë Albulena Agjiu para disa ditëve deklaroi se vendi duhet të zgjedhë sa më shpejt krye prokurorin e ri, pasi Blerimi Sufajt i skadoi mandati dhe raportet e tij me Albin Kurtin nuk është se ishin më të mirat në botë. Agjiu tha madje se Këshilli Prokurorial duhet të sigurohet që procesi të mos jetë i kompromituar, siç ka ndodhur në të kaluaren, sepse asnjëherë nuk do të dekretohen personat që kalojnë përmes proceseve të kompromituara apo të përgatitura paraprakisht. Prandaj Këshilli Prokurorial sa më parë duhet që të shpallë konkursin, por duhet sigurohet që procesi të mos jetë i kompromituar që ka ndodhur në të kaluaren, sepse asnjëherë nuk do të dekretohen persona që kalojnë përmes proceseve të kompromituara apo të përgatitura paraprakisht që ka ndodhur në të kaluaren. Pas kësaj, Agjiu i ka dërguar një letër Këshillit Prokurorial të Kosovës, duke kërkuar që procesi për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit të përmbyllet dhe se konkursi të mos vonohet. Ngutia për të zgjedhur një kryeprokuror të ri në vend të Isufajt duket se po shtyhet nga vetë qeveria në detyrë, e kjo gjë mori shpejt hovin e Këshillit Prokurorial për të shpallur konkursin për këtë pozitë. Si pikë 6 e rënit të ditës, pra kemi shpalljen e konkursit për kryeprokuror të shtetit, kemi shpalljen e konkursit për emërimin e kryeprokurorit të shtetit. Mëtej antari Milot Krasniqi deklaroi se ish presidentja Vjosa Osmani mori rolin e arbitrit kur nuk dekretoi Blerimi Sufajin për kryeprokuror të shtetit, duke shtuar se nuk ka vendim për vetëm një njoftim për mos dekretim, e të cilin tha se nuk e ka si antar i KPK-s. Fal kryesues. Kush është presidenti, ose kush është kryeministri, ose kush janë deputet për me na tregu neve kur hapëm konkurs. A mundesh më tregu? Ky proces është zvarritur që nga viti 2022, pasi pushteti i udhëhequr nga vetvendosje e kishte kundërshtuar në secilën formë mundësinë e zgjedhjes së Blerimit Sufajt si kryeprokuror. Kurti kishte shkuar edhe më larg duke thënë se pikërisht ky prokuror dëshiron të bëhet kryeprokuror përkundër vullnetit të presidentes së Republikës, së kryeparlamentarit dhe të kryeministrit të qeverisë. Dhe njëkohësisht bëhet fjalë për një prokuror i cili asnjë rast nuk e ka të fituar në gjykatë. Dhe pikërisht ky prokuror dëshiron të bëhet kryeprokuror përkundër vullnetit të presidentes të Republikës, të kryeparlamentarit të Kosovës dhe të kryeministrit të qeverisë. Ky i fundit pati deklaruar se në fakt as që shikon se çfarë thot ai. Jo stas. As që po më intereson Adina se din. Ai unë jam i sigurt që nuk shërbet me fakt. Në thashë thënë. E derisa Kurti vazhdon të jetë ndër njerëzit e pakt në Kosovë që vendosi të mos i përgjigjet prokurorisë speciale për dëshmi pavarësisht ftesave të shumta nga vetvendosje, vazhdojnë të flasin për drejtësi e respektim të ligjeve.